Mirdita, farsa elektorale primitive 11 majt përbën krimin kushtetues zgjedhor më të rënd në historinë e pluralizmit shqiptar. Në këtë fars, kreu i organizatës kriminale Edvin Kristaq Rama, armik i egër i pluralizmit politik, krye padrino dhe ndërtues i shtetit të parë dhe të vetëm, narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Për të siguruar karrigën e tij të krimit, i tmerruar nga krimet që ka kryer, në mbrojtjen e Altin Troplinit, ushtoi në këto zgjedhje të gjitha format e dhunimit të ligjit. E vërteta është për çdo shqiptar se vota e qytetarëve shqiptar vdiq në sensin si votë e lirë, parën në kuti. Votën e vdiqen parën në kuti. Përdorimi i 76 milion eurove si shpërblim si dhurat për vot, 100 euro për çdo pensionist, në tërësi 48% votuesve apo 760.000 pensionist. Votën e qytetarëve shqiptar e vdiqen parën në kuti. 4.500 aktivitetet organizuara në periudhën e ndaluar nga ligji, përfshi dhe ditën e votimit me atë që quhej, me të famshme në Giro d'Italia 7 milion një organizate private, votën e lirë të shqiptarëve e vdiqën pa hyrë në kuti, pa rënë në kuti, falja 2 ditë para zgjedhjeve e 200 milion eurove, votën e qytetarëve shqiptar, votën e lirë, e vdiqen parën në kuti. 29.300 hektar kanabis për mbjelljen e mbi 100 milion rrej kanabis në të gjithë Shqipërinë për vota, duke dhunuar ligjin sipërfaqe 140 herë. Votën e qytetarëve shqiptar e vdiqen parën në kuti. 10 mira, leje ndërtimi, leje legalizimi dhe certifikata pronësie të dhëna të gjitha për qëllime elektorale, për rrëmbyer votën. Votën e shqiptarëve e vdiqen gjysmë miliardi, prokurime publike dhe koncesione që të gjitha në funksion të blerjes së votës.
votën e qytetarëve shqiptar e vdiqën 10.000 punësime për votë gjatë fushatës elektorale, krim i shëmtuar ky ndaj votës dhe shtetit. Votën e vdiqën. Parën në kuti, 10.000 punojës të administratës, të cilë të shkelje flagrante të ligjit, ushtruar në polici politike për qytetarë shqiptarë dhe kontrol në vullnetit të tyre. Votën e vdiqen pa hyrë në kuti, kartelet e drogës dhe bandat vrastare më të rrezikshme të rajonit dhe të Europës. Këto banda mbështetën 28 deputet të partisë së krimit dhe disa nga deputet të tyre, Blendi Gonxhe, Arken Balla, deputeti Drazhi, Ani Dyrmishi, Sara Mile, Besa Spaho, e të tjerë, dolën në këto zgjedhje nga më të votuarit si rezultat i terrorit kriminal që bandat, shefat e policisë, gjykatësit, prokuror që ato kontrollonin, ushtruar mbi qytetarët dhe vullnetin e tyre. Të gjitha këto, i gjithë ky skenar, i papar kur ndonjëherë në Europë pas lufte, që në shumë aspekte të i kalon skenarët e përdora nga Vladimir Putin dhe Lukashenko, po, dhe shkon afër në njërin dimensionat e diasporës me Asadin e Sirisë. Ndodhen në mbrojtjen e një xhelati të votës lirë të shqiptarëve që quhet Altin Troplini. Altin Troplini është një armik i egër i pluralizmit, i votës së lirë të qytetarëve shqiptar, mbasi ai, pasi instaloi me dosjet 184 dhe 339 praktikën e mos ndëshkimit të krimit elektoral, u bë de facto licencues kryesor i shumëllojshmërisë së krimeve elektorale pas atyre zgjedhjeve. Siç e dini, Altin Troplini ndonë se mbante në xhep urdhrin e arrestit për Troplinët si karteli më kryesor i drogës në Europë, a e bëri këtë me qëllimin e vetëm që Troplin të përmbushin misionin e tyre kriminal të dhunimit vullnetit qytetarëve në Durrës dhe jo vetëm në Durrës, dhe të nxjerrin të sjellin parlament përfaqësuesit që i kishin caktuar së bashku me Edi Ramën. Farsa elektorale
Edi Rams dhe më pas e Artur Troplinit, e Gjevdet Troplinit dhe Elvis Doçit, e Suel Çels dhe vrazve të tjerë, nuk do kaloj kur, nuk do pranohet kur. Dhe sot, shqiptarët janë me të vendosur se kur të përballen dhëm për dhëm me këte organizatë kriminale në mënyrë që të votojnë si qytetarë të lirë. Këtu sot para jush kam sjellur disa zbulime që janë bërë nëpërmjet studimit të kamerave regjistruese në qendrat e votimit, të cilat faktojnë a legjimitetin e plot të procesit zgjedhor, shëmtin e kësaj farse të papar. Ftoj qytetarët të ndjekin një nga një. Unë kam zgjedhur 6 video nga 60, 600, 6.000 që mund të paraqisja sot në këtë sallë. Ma e patë. Ky është komisioner, tani ky do të kontrollojë votën, shko shbon. A keni pa ju ndonjëherë këtë? Ky fut dorën e tij të zezë në kuti, nxjerr votën që ka votuar qytetari, e kontrollon, sepse ky e din se po zbaton porosinë e Edi Rams dhe ka mbrojtje Altin Troplinit. Tani vota futet, qetësohet. U zbulua se kush si ka votuar personi për cilin ai është porositur. I ka marrë parat personi, prandaj do kontrollohet nëse i meritoi parata apo jo. Merë fletë në votimit. Tani, shoku komisioner e shoqëron në dhomën e errët, mbasi ai duhet sigurohet për votën e tij. Ka kontrol më policesk dhe më të poshtër votës sa ky. Komisioneri kriminal kthehet pasi kreu misionin kthehet në karrigën e detyrës. Tani këtu kemi moment tjetër. A mund ta kthesh parën edhe një herë, kthehet parën edhe një herë? Parën. Është i njëjtë, jo të parën, atë këtë që kishe. Ka shumë mundësi të ndjekim se mos është i një person ky. Kaloj tani të këtë dyta? Jo, nuk është. Vazhdoj. Të ndjekim veprimet e tij.
merë fletën e votimit. Urdhë? Ka marrë 2 fletë. Shikoni. Ky me 2 është lule, po ka me 4. Një, dy, pra, me 2 fletë votimi, është paguar 2 herë, ka marrë 2 fishin, tani prap treni bulgar këtu. Treni bulgar. Vazhdoj, thot ky tjetri tani. Bën si po e fsheh, tani e nxjerr përsëri jashtë. Ja. Qa shkëmbejnë këta këshu? Urdhë? Ky sjell flet nga jashtë. Shikoni. Ja ku merë një fletë votimi, pa dërzuar kartën ende, pa kartë. merë dhe një fletë tjetër votimi, personi merë 2 fletë votimi njëkohësisht, futet në dhomën e fshetë votimit, merë dhe një fletë të 3 votimi, përsëri kalohet fleta votimit, jepet dhe silolapsi. Përgatitet dhe fleta e 4 të votimit për t'ja dhënë, nga që lodhet i japi dhe i karrige, se ka shumë punë të plotësoj 4 fletë votimi. Pra, ajo është votues profesionist. Lotëson 4 fletë aty, pa ID, pa asgjë,
Në vomën e fshetit janë 3 persona brenda. Ky bën gati edhe fletën e 5 tani. Ky kriminali këtu. Mbrohen të gjithë këta nga Artur Troptini. Dhe banda e tij. Në pranit komisionerve, asnjë nga komisionerët nuk ndjehet. Tani. Dhe hedhja e 1 fletë votimi, 2 fletë votimi. Vazhdon personi tjetër të mbushi fletë e votimit, dikush tjetër i hedh në kutinë e votimit. Theksoj dhe një herë tjetër, akoma nuk ka kaluar as kartën personit i cili votoi. Ja ku hidhen dhe 2 fletët e tjera të votimit. 3 edhe 4. Ky është votimi. Ky është fytyra e vërtet e votimit të 11 maj. Po, që të gjitha. Që të gjitha janë qendra votimi me numra të caktuara, disponohen, por për të mos do t'ja u çosh numrat e qendrave të votimit. Ne dhe të gjitha. Po, janë me numra me të gjitha. I ke, po, ja u nisë. Pra, si që shifti, kreu i organizas kriminale Edi Rama, kreu i narkoshtetit parë dhe të vetëm në Europë, nuk u mjaftuë me të gjitha aktet antikushtetuese që nërmori para ditës votimit, por dhe ditën e votimit ai organizoi një farsë të turpshme, fiktive, kriminale. Të gjitha këto dëshmojnë se është rradha e shqiptarëve të dalin zot me çdo kush dhe çdo mjet, lirisë së tyre dhe votës së lirë. Edi Rama përdori çdo gjë për dhunimin e kësaj vote. Ai përdori prokurorinë e tij politike për burgosjen, persekutimin e liderëve të 3 partive kryesore opozitare, vetëm se e din se është i pashpresë dhe ligji do bjeri pa mëshirë mbi të familjarët e tij dhe bandën e tij. E din këtaj. Këtu ne do vazhdojmë në respekt të shqiptarëve idealist, të shqiptarëve patriot, të shqiptarëve të ndershëm, që besojnë se ardhmja duhet përcaktohet nga qytetarët e lirë me vullnetin e tyre, dhe se pa votet, pa zgjedhje të lira,
pa votë e lirë të ardhme në Shqipëri nuk ka dhe nuk mund të ketë. Faleminderit. Doktor, ju përbëni çdo ditë denoncime dhe njëri prej tyre ishte ditën e sotme. Çfarë prisni të arrini me këto denoncime? Qëllimi im kryesor këtu është të faktoj shqiptarve të gjithë farsën e 11 majt, të faktoj komunitetin ndërkombëtar të gjithë përmasat e kësaj farse. Edi Rama ka normal një fushat të egër, presionin nga nivellet më të larta, mbi vëzhguesit ndërkombëtar në Shqipëri dhe drejtues të tyre. Ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me këto trupa dhe ne u dërgojmë atyre të gjitha. Edi Rama ju ka shtruar një pyetje atyre. Ku i keni ju faktet për ato që keni shkruar? Faktet që ne kemi për 5.000 qendra votimi janë një tërkuze gjatë mira kilometra po të rrjedhohen njëra pas tjetrës. Por ne kemi gjithashtu synim të kthellojmë shqiptarët, të qartësojmë shqiptarët, të motivojmë shqiptarët, se qeveria teknike dhe zgjedhjet e lira duhet të jenë betejë jonë me të gjithë potencialet. Se terallët intelektual të lumit të lidhur me fije të panumërta me krimin e djeshëm dhe krimin e sotëm, me krimin politik të diktaturës e kam fjallën, dhe me krimin e bandave të sotme, që nga mëngjesi ndark, ku janë dhe kus janë, përpiqen të përligjin farsën e Edi Ramës, përpiqen të mashtrojnë shqiptarët, se fajnë e ka opozita, përpiqen të mashtrojnë shqiptarët, se Edi Rama voli po i fitoi, duke të treguar moralin e kalbur të tyre. Pra, përballë kësaj propagande, të kontrolluar tërësisht nga qeveria dhe të paguar nga qeveria, ne paraqesim çdo ditë fakte, dokumenta që dëshmojnë, u provojnë shqiptarëve se çfarë ndodhi në 11 maj dhe në fushatën elektorale në Shqipëri. Pra, ky është qëllimi ynë, natyrisht. Natyrisht, e gjitha kjo është në funksion të motivimit të fuqishëm shqiptarëve idealistë, të cilët besojnë se lufta për votën e lirë është luftë për dignitetin, është luftë për të ardhshme dhe janë të gatshëm për sakrificat, të gjitha sakrificat që të kthejnë votën shqiptarëve. Kjo është përgjigjja ime. Duke ju uruar një fundjavë të mbarë, të dashur qytetarë dhe qytetare, dua t'u informoj se Edi Rama ka urdhëruar media që kontrollon, që i ka blerë, që i ka shtruar në veglat të tij, të censurojnë në maksimum të vërtetat,
faktet, dokumentat që paraqiten çdo ditë në këtë sallë, ndaj dhe ju bën thirrje të ndiqni rrjetet sociale, në të cilat dora e zezë e censurës ti nuk mund të pengoj për të mësuar këto të vërteta. Faleminderit.